Që të jemi të sinqert, ne nuk besojmë në të tilla video. Kemi përshtypjen se e dini, sidomos për ju që na ndiqni rregullisht. Do pyesni veten, po pse i postoni? Thjesht mendojmë se në një farë mënyre na duken tepër argëtuese. Qoftë nga mënyra se si analizojmë, ashtu dhe nga ndjesia e frikës që ato përcjellin dhe që në disa raste ngjasoj me një film horror. Në këtë material do të gjeni 4 video të marra nga interneti që për mendimin ton disa persona i sajuan në përpjekje për të shkaktuar frikë tek shikuesit. Kemi përshtypjen se nuk i shikojmë si mashtrime, por mendojmë se disa persona u bën së bashku për t'u argëtuar duke krijuar diçka. Linqet për videot origjinale do t'i gjeni në përshkrimin e materialit. Sot do të shikoni 4 video që mund t'ju dalin edhe në ëndra. Mbas edhe jo, por le të jetim një sy. Përgatituni të udhtojmë së bashku drejt të panjohurës. Kjo i përket një kategorie videosh që na kanë pëlqyer gjithmonë, përderisa shfaqet një krijesë. Në përgjithësi të tilla video na duken më reale. Një grup personash është futur në një shpellë kur dëgjojnë diçka që ngjason me ungërim. Fatkeqësisht, krijesa është një qenie lakuriq dhe me shumë gjasa shok me personat që janë futur në shpellë. Është pakës e kuptueshme, por më mirë ndiqeni vetë videon. Kjo është një video që besojmë se nuk janë përpjekur shumë për t'i arritur qëllimit. Ky youtuber, ndërsa eksploron në një shtëpi të braktisur, fillon të gjejë disa gjëra shqetësuese, si për shembull fantazmën e një gruaje. Duke parë dhe analizuar, është një grua e veshur me të bardha dhe asgjë më tepër. Dhe më pas na tregon kamerën e fshehur që filmoi gruan fantazm që ndjek nga pas. ये नीचे तो सीन में कुछ भी नहीं है, काफ़ी अंधेरा है इस जगह पे काफ़ी अंधेरा है और बारिश भी हो रही, ये आप देख सकते हैं। ये इधर भी खड़ी हुई है यार, ये वाली औरत है, ये औरत तो नहीं हो सकती, कोई चुड़ैल वगैरह ही है। भागो इधर से। नाज़रीन, वो बिल्कुल हमारे फेस टू फेस थी इधर, इसी जगह पे जरा समझ गए। ये आप देख सकते हैं, अभी इस किचन के अंदर कोई चीज़ नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, एक दो दफ़ा तो हमारे कैमरे भी काम नहीं कर रहे हैं। ये नीचे कोई चीज़ खड़ी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो वही चुड़ैल है। ये कोई औरत खड़ी हुई है नीचे, हम छत के ऊपर आए हैं कैमरे उतारने के लिए और ये औरत नीचे खड़ी हुई है। Video e cila do shikoni është në spanjisht, gjuhë të cilën nuk e kuptojmë, por nga komentet në fund të videos vumre se një youtuber viziton një nga ndërtesat më të mallkuara të zonës. Brenda në të filmon siluetën e një gruaje që e vështron nga një qoshe e dhomës. Me sa duket nuk është i vetmi që ka përjetuar diçka të tillë, nga që në fund të videos përballet me një tjetër eksplorues që i rrëfen se vuri re hijet e 2 fëmijëve që po e ndiqnin nga pas nga do që shkonte. Loco, pero porque yo tengo que ir al frente.
Vengan, culero. Dale, loco, vamos. Ella, con respeto, no conocemos así. Es que mira cómo está ella. Güey, esta mierda se nos va a caer en Dale, Puta, esta mierda. No, güey, aquí debe de haber todo el rato. Dale, loco, vamos. ¿Qué pasó, mi loco? Este, man, que cogemos, bro. Cuidado, güey. Ey, pero no lo va a caer este techo, güey. Por hoy no quiere estar, mira cómo está todo eso así. Sí, pues las tablas no creo, es un fierro lo que tiene. A ver. Por el pasado y la puerta para allá y a ver, papá. Kjo video përmban një nga temat më të preferuara për sa i përket horrorit, ato të fantazmave aziatike. Të themi të drejtën, legjendat urbane aziatike dhe filmat horror të këtij kontinenti na pëlqejnë në veçanti. Këta youtubers janë me origjinë nga India, që vizitojnë një vendodhje të përhumbur dhe fillojnë të përjetojnë atë që mund ta imagjinoni. Zhurma të çuditshme dhe një figurë frikshme që i përndjek. Ndryshe nga videot e tjera, besojmë se nuk është e sajuar dhe se ata nuk kanë vend t'i kë që të imitojnë një fantazm. Ndiqni fragmente nga filmimet e tyre dhe na thoni mendimin tuaj. रास्ता भी नहीं है किधर से यार, ध्यान से यार. कुछ भी नहीं है अभी तक तो ना. पीछे की तरफ शायद यहाँ पे कुछ हो इस तरफ. आगे आओ जरा, आगे आओ. ये वो देख वो देख वो देख. ओ क्या वो देखो यार. ओए ओए अल्लाह अकबर. ओए यही थे ये यार. ओए अल्लाह अकबर. ओए यही थे ये यार.